qeverisë. Rikthehemi në studio dhe flasim për atë që e pret Kosovën në ditët në vijim. Ka njëra anë presidentja Vjosa Osmani shpall dekretin për zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, nga ana tjetër, siç e ndoqëm edhe nga konferenca për shtyp, kryeministri Kurti kërkon më shumë kohë duke u drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se nuk janë ezauruar 3 raundet. Për të kuptuar diçka më shumë se erdhëm në këtë pikë, por gjithashtu edhe se çfarë do të ndodh, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin Xhavit Shala. Profesor Shala, të përshëndes. Shëndetje. Faleminderit. Besoj e ndoqe komunikimin për mediat të kryeministrit Kurti, pretendon t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për atë që vendosi presidenti i Republikës Vjosa Osmani, pra shpalljen e dekretit. Në pozita të vështira sërish Kosova, në gjykimin tënd, profesor, pse? Shpëlir, është interesante domethënë në këtë situata kur bota digjet dhe klasa politike kosovare ka gjetur kohën të krihet. Luksi i madh, e vërtet. Është një zhvillim që nuk do të ishte të ndodhen në këtë rast pavarësisht problematikave. Ka një ngutje në këndvështrimin tim, ka një ngutje të madhe nga ana e presidentes në mesnatë duke nxjerr apo në mëngjes duke nxjerr dekretin dhe përsëri mas pak orësh për të filluar konsultimet. Nga ana tjetër edhe nga ana e qeverisë ka patur një shtyrje në minutat shtesë të lojës, domethënë zgjedhja e çështjes së presidentit. Pra duket se institucionet kosovare kanë bërë lojë nervash njëri me tjetrin në këtë situatë. Unë do ta shifja në aspektin e sigurisë se kjo nuk duhet të ndodhte në këto momente sepse linja mesme, Ballkani, Kosova, Shqipëria, ndodhemi në një situatë ku kërcënimet e sigurisë bashkë zhvillime gjeopolitike në rajonin e lindjes mesme janë shumë evidente dhe situatat mund të agavrojnë, mund të rëndohen nga momenti në moment dhe të mendosh për veprime tilla jo kushtetuese në këndvështrimin tim në Kosovë nuk do ishte as pak normale, domethënë. Gjithsesi unë përpiqem ta shoh pak edhe nga ana juridike. Nga ana juridike ne edhe 2 kushtetutës e ka përcaktuar qartë rastet ku shpërndahet kuvendi. Ka vetëm 3 raste ku shpërndahet kuvendi. Dhe janë përcaktuar 1, 2, 3 të sakta në kushtetutë. Pra, dhe asnjë nga ato rastet nuk është që shpërndan kryetarja e shpërndan presidentja. Përkundazi, janë të përcaktuar shumë qartë dhe po të konsultohesh edhe me njohës të kushtetutës dhe me jurist arrin në konkluzionin që ka një ngutje institucionale nga ana e presidentes. Arsyet nuk besoj se ka shumë koment për të mos i kuptuar, domethënë, por nuk është normale kjo në Ndoshta duhet i themi, profesor, se duket se diçka luhet, sërish konflikt midis Kurtit edhe Vjosa Osmanit. Shumë janë ata të cilët pretendojnë nxituar dekreti i presidentes duke qenë se duhen ezauruar 3 raundet edhe të tjera si këto, po edhe qëndrimi i Kurtit me pikpyetje të mëdha. Pse reagoi, le themi, në minutë fundit, megjithëse në konferencën për shtyp tha kemi pasur proces dialogu me partitë opozitare në një frym pozitive, pa mundur të kemi një konsensus. Çfarë po luhet në gjykimin tënd midis Kurtit edhe Osmanit? Pse po bëhet kjo? Në gjykimin tim ka një po themi ka një qefmbetje nga ana e presidentes që nuk u përfshi, po duket Kurti po përpiqej që ta bëni një proces sa më gjithë përfshirës duke zgjedhur kandidatura dhe dihet se ne kemi ndjek zhvillime, duke zgjedhur kandidatura që të ishin pranueshme nga gjitha palët. Dhe u bën konsultime me partitë politike, por nuk u dha një rezultat. Gjithsesi, duheshin nga ana juridike duheshin zhvilluar 3 raundet, pra raundi i parë që filloi dhe ky proces pastaj edhe sipas njohjeve të kushtetutës duhet të shkojë të paktën 60 ditë dhe nëse brenda këtij 60 ditëshi nuk e zgjidh presidentin, atëherë
kuvendi vetë shpërndahet, pra merr një vendim me 2/3 dhe shpërndahet kuvendi. Pra, nga ana tjetër, ç'është kjo nxitje, domethënë brenda ky nxitim brenda pak orësh, domethënë duke nga ana presidencës duke nxjerr veten jashtë klasës politike kosovare, ndërkohë që ajo në këtë rast bëhet formullari i krizës, në këndvështrimin tim gjithmonë. Pra ne unë do ta quaj një moment të gabuar. Institucionet duhet të komunikojnë njëri me tjetrin, institucionet duhet të dëgjojnë njëri tjetrin. Nuk mund bëhet kjo secili të hapi dekretet, të hapi kushtetutën dhe të interpretojë sipas interesave veta dhe të marrë vendime. Kjo tregon pastaj që kemi probleme me klasën politike, kemi probleme sepse kemi probleme në aspektin e jo vetëm të mos marrjes së konsulencës së dur juridike, por edhe të papërgjegjshmërisë në një farë mase, pra duke marrë dhe zhvillimet që po ndodhin sot përreth nesh. Kjo është diçka, a di çfarë po mendoja Ilir? Nuk desha ta thoja, po do ta them këtë. Më kujtohet një plan i Pashiqit. Pashiqi ka qenë një nga kryeministrat më të gjatë në rreth 30-40 vjet kryeministër. Ka qenë 4 herë kryeministri i Serbisë dhe 3 herë kryeministri i Jugosllavisë sa po krijuar. Dhe në raport me shqiptar, Pashiqi ishte strategu i luftës kundër shqiptarëve. Edhe kur u krijua shteti shqiptar. Dhe ai hartoi një plan se si, domethënë duhej që të dëmtoheshin interesat e shqiptarëve. Ky plan kishte 3 pika. Pika e parë ishte që ta pushtonte një herë Shqipërinë. Të nuk e bëri disa tentative, por nuk e bënte dot për shkak të reagimit ndërkombëtar. Konferenca e Londrës kishte vendosur Shqipëria do ishte ajo pjesë që kishte ngel do të ishte e pavarur. Pra këtë nuk e bënte. E dyta, të caktonte pika e dytë e atij plani thoshte të kishte njerëzit e vet në krye të shtetit shqiptar. Bëri përpjekje me një 2-3 personalitete, me njëri nga të cilët e vrau Esat Pasha, e vrau Esat Pasha Toptani që e vrau Avni Rusemi. Nga ana tjetër edhe të tjerë janë përfshirë në lorat e tij. Dhe kur edhe këtë nuk pa arrinte, sepse në rastin e një figure e sollin pushtet, por ai në një farë mënyrë pastaj e shfryzoi për interesat e veta, në vend se ta shfryzonte Pashiqi, e shfryzoi ky Pashiqin për të ardhur në pushtet. Dhe nuk e dëgjojmë atë. Dhe pika 3, sipas planit të Pashiqit ishte që nëse si bëjmë këto dy të parat, në 13 duhet të bëjmë çmos që ta majmë të dobët shtetin shqiptar, të ta mbajmë të destabilizuar. Po ti marr këto, po i krahasoja me situatën e sotme, domthonë Kosovën nuk e pushtojnë dot. Se ka arsye tjera që nuk e pushtojnë dot. Në udhëheqjet e Kosovës nuk mund të deportojnë dot, sepse klasa politike është një klasë politike me përzgjedhur etj. Dhe e treta është të luftojnë ta marrin sa më dobët, dhe nuk ka rëndësi se si mund të arrijnë, po e arrijnë po nëpërmjet klasës politike shqiptare, domethënë te që ta marrin sa më të dobët. Dhe do të vinte keq që ta besoja që pasardhësit siç është Vučić, pasardhësit e pasëm, pasardhësit e Pashiqit të zbatojnë të njëjtin plan që ai zbatojnë ndaj shqiptarëve, këta ta zbatojnë ndaj shtetit të ri të Kosovës. Me thënë drejtën me mbledhe po e kujtoja atë me cilën unë jam marrë një studim dhe kam shkruar edhe një libër për atë. Pra, në këndvështrimin tim duhet që klasa politike e Kosovës të tregohet më e përgjegjshme, të vendosin interesat e Kosovës mbi interesat e veta personale, të majnë stafe të specializuar, jo stafe që i shkojnë i bëjnë fresk titullare për akte apo për dëshirat e tij. Pra, edhe të konsultohen, të jenë mendjetëftohtë, sepse kështu siç po ndodh, pra me hyj Kosova brenda një viti kohor, 3 herë në zgjedhje, nuk është demokraci. Kosova e konsoliduar, nuk është shtet domethënë i ri relativisht, pra që ti përballoj këto zgjedhjet e tilla kanë majtë të destabilizuara shtete që kanë qenë dhe shtete dhe perëndori që kanë qenë të tilla si Italia kur bëhet zgjedhje, apo edhe në kohën e sotme si Bullgaria që në fund fare janë shtete të konsoliduara. Pra Kosova është pak e ndjeshme, populli i Kosovës është i ndjeshëm.
Po, le të marrim një shembull hipotetik, Ilir. Po nesër bën zgjedhje, e quajmë se do bën zgjedhje. Asnjëra forcë politike nuk fiton ato shumicën. Në këtë çfarë do pikë bëhet me Kosovën? Ja ta them unë, profesor. Çfarë do bëj kjo politikë? Kjo klasë politike nuk e ka sensin që politika është marrëveshje, politika është bashkëpunim, politika është të dëgjosh tjetrin. Pra çfarë do të bëhet? Atëherë i bie kështu që ose do të fitojë një forcë politike të marrë gjithë dhe mos pyesi pjesën tjetër, ose nuk do ketë më të ardhme politika. Është shumë i çuditshme i lirë. Për sa i përket numrave, nuk ma do mendja që të ndryshoj shumë çka, edhe nëse do të kemi zgjedhje të reja edhe zgjedhje të jashtëzakonshme, po ama këto negociata, cilat rezultuan të pasuksesshme, prodhua një amendament të depozituar nga ana e presidentes Vjosa Osmani, madje edhe të shqyrtuar me shpejtësi. Sugjerimi i zonjës Osmani konsistonte në referendum, në zgjedhjen e presidentit nga vota e drejt për drejt e popullit. Çfarë mendoni në lidhje me këtë, profesor? I drejt, i gabuar në këtë situatë ku ndodhet Kosova sot? Jo, Ilir, nuk mund të zgjidhej, nuk mund të bëjë amendamenti siç u shty ky proces, të bëjë edhe amendamenti në minuta shtesë. Në ditë fundit. Pra, meqense nuk u realizu kjo dëshirë ime apo këtij apo atij, hajde të bëjmë një amendament shtesë. Gjërat duhet bën të studiu janë ndërhyrje kushtetuese ato. Ndërhyrje kushtetuese ato paraqiten kuvendi duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërinë e amendamentit. Pra, edhe këto kushte kërkon kohë, pra. Edhe nuk mund të lihesh në fund kjo. Pastaj amendamentet të ndryshosh thelbin e rubrikës nga rubrik parlamentar në rubrik presidenciale, se kështu i bie kur presidenti do zgjidhej direkt nga populli, do ketë atribute të tjera, do ketë pushtet tjetër. Pra, nuk janë kaq të tjerë, nuk mund të bëhet kjo në një natë ndar, edhe të shkojnë kuvent dhe në mëngjes pastaj të shkrihet të nxirret dekret për shkrirjen e kuvendit dhe nga drekave të fillojnë konsultimet për zgjedhjet para nxjerrjes së dekretit për caktimin e datës zgjedhjeve. Është tmerrsisht. Pra, tregon papikuri klasa politike, profesor. Me kjo, saqë të letë të dyshosh për atë që thatë ju, do të thonë, diçka ka ndodhur. Ka ndodhur, po nuk po e marrin vesh se në cilin kamp, se Kurti akuzon Osmanin, Osmani akuzon në nënkuptim Kurtin. Madje gjatë konferencës sot me tha klasë e papërgjegjshme politike, madje njerëz të rrezikshëm që i duan të keqen Kosovës. Hajde ta kuptojmë se kush janë këta njerëzit e rrezikshëm, se vetë vendosja në shenjë proteste sot nuk i shkoi në takim. Në ato takime që ka zhvilluar me subjektet politike presidenti Osmani, pikërisht në notë proteste. Kuptoj shumë drejt, po vetë presidenti tha që klasa politike tha, domethënë duke përjashtuar veten nga ata, e çoi vendin në këtë gjendje. Nuk e di a dëgjove, vërtet domethënë. Mirë, po ashtu i ka hije të flasë një president dhe në tilla pozita është. Pas pozita. Problemin e ka pas pozita, sepse në fund fare Osmani ka qenë pjesë e kësaj magjorance 5 vite më përpara. Pra problemi po, ndoshta në këndvështrimin tim përgjithësi ka edhe opozita e cila fërkon duart kur këta dy liderët përplasen dhe menjëherë gati të hyjë në zgjedhje. Si do hyjë Kosova në zgjedhjet e treta për mërna një periudhë që është kjo është të lodhësh popullin, kjo është të mërzisësh njerëzit me demokracinë, me liri demokratike. Pra, edhe të fillojnë njerëzit të bënë nostalgjik për gjërat e shkuara, të bënë nostalgjik për zgjedhjet e mëparshme, etj. Pra, kjo duhet ishte unë mendoj që do të shkunden pak, mendoj se gjykata kushtetuese do të marri, sepse tashmë topi ngelet gjykatës kushtetuese. Ka gjasa që ashtu siç e dërgoi Albulena Haxhiu për të zullimin, ashtu do shkojë edhe tjetra, domethënë dekreti. Kështu që nuk mund bën, minimalisht presidentja duhet priste përgjigjen e gjykatës kushtetuese, ose minimalisht presidentja mund t'i drejtojë edhe ajo vetë gjykatës kushtetuese, nëse unë kam autoritet, meqense nuk po zgjidh kam autoritet, a kam apo jo autoritet ta shpërndaj parlamentin. Profesor, pra po thua i drejtoheshin gjykatës kushtetuese, por nuk e bëri. Kjo është një problem, një përplasje ndërinstitucionale e cila pastaj nuk lë një shihet mirë as për Kosovën. Ju dini sot menjëherë gjithë trupi diplomatik ka zbarkuar në zyrat e institucioneve për të kuptuar. Ata thanë që Kosova bëri zgjedhje, formoi qeverinë, krijoi një majorancë, formoi qeverinë etj. Pra gjërat filluan të lëvërohen fondet, filloi Kosova u pranua antare
bordit paqes e kjo, pra duket sikur edhe ne u çiruam nga janë që na patzon. Me thënë drejtën na patzon janë për këtë gjendje që po shkonte. Profesor, në këtë linjë, më lejo të bëj një pyetje. Çfarë efekti do të shkaktonte në arenën ndërkombëtare marrëdhënien e Kosovës me vendet e tjera europiane, por jo vetëm një palë zgjedhje të tjera? Që në fillim një herë, nëse këto do të qushin të Mirqena, pra do të caktosh një datë dhe do të quaj i ligjshme, gjë e parë nuk do kishe më qeveri, do kishe qeveri në detyrë. Patjetër. Pra, qeveria Kurti do quaj qeveri tashmë në detyrë dhe kur është qeveria në detyrë i ka kompetencat e limituara. Qartë. Kështu që do të ishe në dëm të Kosovës. Në dëm të Kosovës, në dëm të marrëveshjeve, do të tregonte nga ana tjetër dhe nga ana e reputacionit, do të tregonte që ka një problem, domethënë ka një klasë politike që ka probleme me demokracinë, pra në anën e kundër, pra jo të mungesës së demokracisë, po të shpërdorimit të demokracisë dhe të drejtave të qytetarëve. Për ne kjo është, unë do ta quaja një situatë që duhet ka përcjellë sa më shpejt. Tashmë duhet të vinë vete institucionet. Por them të vinë vete pas kësaj shkundje, kjo është një shkundje e madhe. Duhet të vinë vete, të heqin dorë nga egot personale, të lejnë drejtsinë të flasë, derisa të ndërpriten takimet për caktim datë zgjedhje, në kategorikisht po shpreh gjykata kushtetuese nuk do të dalë dekret tjetër për zgjedhjet. Ky do ishte situatë skandaloze nëse do të ndodhte. Qartë, e kuptoj. Profesor, duhet të bëjmë një analizë sepse arritëm në këtë pikë. Përveç konfrontimit edhe në konferencat përkatëse për shtyp midis Kurtit edhe Osmanit, duket se ngërçi është shkaktuar nga e gjithë klasa. Pse jemi në këtë pikë? Përveç kokëforcisë ballkanike edhe shqiptare që na karakterizon, pse është klasa politike në Kosovë me këtë përqasje kundrejt njëri tjetrit? Unë uroj që mos jetaj plani i hershëm i Pashiqit. Që kjo klasë është kaq e papërgjeshme. E lëm atë, e lëm Mënjaz, ai do na minonte gjithçka. Ka ndikim direkt, ndikimet indirekte. Qartë, underground, e kuptova. Por situata këtu edhe opozita do të marrë përgjegjësitë e veta, një opozitë e fortë, pra ne për opozitën që është përgjegjësia kryesore e gjithë kësaj situate. Pra mos komunikimi ndërinstitucional, mos zgjidhja e problemeve në kohën e duhur, lënia e gjëra në minutën shtesë, si puna atyre që përpiqen të shkëlqejnë në minutat shtesë, pra të gjitha këto mos vlerësimi i situatës në cilët i zhvillimeve gjeopolitike dhe situatës së sigurisë janë shtuar, ka një interes të shtuar të Rusisë për Ballkanin, ka një punë underground të Serbisë kundër Kosovës. Pra, duhen marrë gjitha këto në konsiderat, si nga pozita, si nga opozita, për të qenë më të përgjegjshëm për realizimin, për marrjen e përgjegjësive tyre. Nëse deputeti merr mandatin, deputeti nuk e ka mandatin dhurat në tavolinë në familjen e tij. Ai ka detyrime para qytetarëve para të mandatit dhe nuk mund të iki deputeti të braktisë seancat si ti do i shefi. Duhet të plotësohet kushtetuta, por edhe aktet e tjera me amendamente apo me saktësimet e duhura në këtë fushë. Pra sepse në këtë aspekt ka mbetur thjesht përgjegjshmërisë së deputetit. Po kur është i papërgjegjshëm deputeti? Pra, ikën lënë seancën e parë, braktisë kuvendin, ti ke detyrime të paraqesës kandidaturë, sikur edhe 3 veta të kesh në opozitë paraqitet një kandidaturë. Nuk është kjo mënyra për t'i bërë presion shumicës. Nga ana tjetër, shumica duhet ta shohë mundësinë, mund të bëhet kompromis. Apo s'mund të bëhet kompromis. Mund të jetë kandidatura opozitës që mund të mbështetet nga vetë pozita. Pra, ka shumë që ne në përgjithësi në Ballkan ndodhin këto gjëra për ta parë edhe pak jo me dramaticitet. Kosova është shtet i ri, Kosova është një shtet që
është përpjekur të ruaj stabilitetin dhe ka ruajtur stabilitetin në kushtet e vështira, në kushtet e një Serbie që Kosova, por Kosova është një kërcënim ekzistencial, pra nuk është desigurizuar, nuk janë desigurizuar raportet Serbi-Kosovë. Pra Serbia vazhdimisht dhe lufta kundër Kosovës apo synimet ndaj Kosovës kanë qenë një gur në themelin e politikës serbe, kush e kush mund të afirmoj me politikat e veta antikosovare. Pra në këto situata fjalën e ka kushtetuesja dhe duhet të dëgjohet kushtetuesja. Megjithëse shembujt e trajtimit në kushtetuese i japin mundësi për zgjidhjen sa më të shpejt. Por e para është që të sigurohen këto, pra të jepet një dispozitiv që është dhe pastaj interpretimet do të bëhen në kohën e dur. E kuptova. Profesor, edhe një pyetje të fundit kam. Çfarë karakteristika duhet ketë figura e presidentit të Kosovës në gjykimin tënd? Kurti le të kuptohet se në fillim të negociatave ai ka propozuar një figurë të shjuar nga familja e Ashari, patjetër me konsensus të gjerë, por pa arritur pa kaluar, le themi, pragun për të votuar. Apo një figurë e cila ka një, le themi, karrierë, ka një rrugtim në politikë për të mbajtur atë që ka lënë pas Vjosa Osmani me marrëdhënie të mira me ndërkombëtarët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ty, në këto kohë që po kalon Kosova, çfarë figure i duhet për president? Edhe Kosovës i duhet një figurë që të jetë sa më përfaqësuese në fakt në Kosovë, të përfaqësoj Kosovën, një figurë që të jetë me reputacion, një figurë që rasti pra palët mund të binë konsensus për një figurë, mund të jetë një intelektual i shuar, nuk është thënë, domethënë që të jetë domosdoshmë një nga ata që kanë qarkulluar, por ligjshmëria ka të përcaktuar, domethënë ligjet kanë përcaktuar që nëse palët nuk binë konsensus, duhet paraqesin kandidaturë, ka të përcaktuar ligji. Atëherë, pse njëra palë nuk paraqet kandidaturë për të bllokuar palën tjetër? Kjo është një problem i madh, është një problem i madh, pastaj e fusim institucionin, kuvendin në labirinthe të tjera që nesër pastaj t'i ngelet të drejta pakicave serbe të vendosin siç do bëjnë shqiptarët njëri me tjetrin në kuvend. Kjo është e tmerrshme, domethënë, duhet ka përcjell sa më shpejt kjo situatë. Situata nuk është as pak e mirë i lirë, ti ndjek zhvillimet, situata nuk është as pak e mirë, domethënë nëse linja po digjet ne nuk do të thotë që ne mund mos ta ndjejmë këtë nxehtësi fare siç po ndodh, domethënë. Pra, sepse po themi qarqe të caktuara armiqësore me shqiptarët mund të shfrytëzojnë këto situata kur edhe Amerika edhe të tjerë kanë probleme tjera për të zgjidhur. E kanë vëmendjen diku tjetër. Me të drejtë, profesor. Është shumë e rëndësishme të kalohet sa më shpejt kjo situatë. Falenderoj për gjithë analizën tënde, të uroj një mbrëmje të qetë. Përshëndes. Faleminderit.